إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë, salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu yawman la yanfa'u malun wala banun, atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, familje, illa man ata Allah bi qalbin salim, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave udhëzime nga trashëgimia profetike. Ra el mirath min minhaj an-nubuwa të autorit të njohur Ahmed Es-Sejid. Siç pra e dini se kjo është seri ligjëratash, do ta kem si zakon dhe si rregull që 2-3 minuta të flasim në mënyrë të shkurtë për pikat që kemi folë ligjëratën e kaluar që të lidhet me ligjëratën e sotme. Kemi folë ligjëratën e kaluar për marji'atul wahy, pra autoriteti i shpalljes. Kur themi autoriteti i shpalljes, edhe në jetën tonë praktike, dhe me thanë, shpallja duhet me qenë mbi ne. Dhe ne duhemi me qenë në shpallje. Pra shpallja duhet me qenë mbi veprat tona. Dhe varësisht shpalljes ne duhemi me vepru. Pra veprat tona duhet me qenë konform shpalljes. Kjo është pra ajo domethënia e marji'atul wahy apo autoriteti i shpalljes. Dhe kemi fol për 4 pika çka do me thanë pra autoriteti i shpalljes. E para është që shpallja duhet me qenë referencë. Pra, për çdo gjë, për çdo mospajtim dhe çdo problematik dhe çdo kërkim zgjidhje dhe çdo gjë duhet me ju referu shpalljes. Pra çdo kush ka nevojë për në një rast të probleme dhe kështu me radhë, duhet me kërku zgjidhje, duhet me ju referu dikujt dhe kështu me radhë. Muslimani, besimtari, në çdo rast, në gëzime, në hidhërime dhe kështu me radhë, duhet me ju referu shpalljes. Kemi përmend 5 pika çka do me thanë me ju referu shpalljes, pra mi ma shpalljen se vërenc, do me thanë, e para është madhërimi i shpalljes, sepse momenti që nuk e madhëron, nuk ke edhe pse merr si referencë. Në nështrimi i shpalljes, të gjykuarit tek shpallja, mi dhanë përparësi shpalljes ndaj çdo gjaje tjetër, edhe të qenë i bindur se shpallja është e vetëmjaftueshme dhe është e pamvarur, që do të thotë shpallja, Kurani dhe Suneti mjafton për me zgjedh problemet tua, nuk ke nevojë për gjëra tjera. Pastaj kemi thënë se pikën e dytë se shpallja pra mi marr shpalljen si referencë është që është gjithëpërfshirëse. Pra duhet mi marr shpalljen si referencë në të gjitha sferat e jetës. Për atë Allah thot, ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan. O të cilët keni besuar, hyni në këtë fe komplet. Pra, mos mi marr shpallje në çështje ku i konvenon njeriu dhe mi lan në ato çështje ku nuk i konvenon, mirë po duhet me qenë i bindur se shpallja është gjithëpërfshirëse. E treta kemi fol për rëndësinë që ka në nshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit, dhe këto 3 çështje që i përmend me pra të marrurit shpallje si referencë, ajo është gjithëpërfshirëse. Dhe në nshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit është pra këto janë çështje qendrore tek besimtari. Pra nuk janë çështje sekondare apo dytësore dhe kështu me radhë. Mirë, po janë çështje thelbësore që duhet t'i ketë një besimtar. Dhe ne kemi obligim në këtë kohë që ta aktivizojmë këtë lloj kuptimit, pra marrjen e shpalljes si referencë. Pra që me qenë muslimani vazhdimisht me qenë në marrëdhënie aktive me shpalljen. Çka do me thonë këtë gjë? Siç e dim, 2 probleme kryesore janë shkak për devijimin e njeriut.
ose janë dyshimet, ose janë pra epshet dhe dëshirat. Këto dy gjëra janë kryesore. Shpallja, njeriu kur është i lidhur vazhdimisht me shpalljen, i bën ballë këtyre dy problemeve, qofshin në aspektin e dyshimeve, qofshin në aspektet e dëshirave dhe epsheve të ndaluara, se çka flet shpallja për këto gjëra. Dhe kemi thënë për fund që rezultati apo fryti kryesor për atë që e merr shpalljen si referencë është el hidaye, udhëzimi. Këto janë ato pikat kryesore dhe kemi përmend argumentet, ajetet, hadithet, çka kanë pas të bëjë me këtë kapitull. Dërsa sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë me një kapitull tjetër, është bab fi talaqqi al-Quran ala minhaj an-nubuwa. Qasja ndaj Kuranit sipas metodologjisë profetike, wa taqdim maqsad al-amal bihi wa tadabburihi wal istihda wal istighna bihi, përmbushjen shpirtërore përmes tij, meditimin dhe kërkimin e udhëzimit prej tij dhe qëllimeve të tjera. Në këtë kapitull, autori ka përmbledh disa ajete dhe disa hadithe që flasin për objektivin e Kuranit, apo për objektivat e Kuranit dhe si duhet besimtari me ju qas. Allahut subhanahu wa taala takojnë shembujt më të lartë. Mirë, po nëse e marrim një shembull në jetën tonë praktike, çdo kush kur e urdhëron dikam diçka, kur jep një obligim, kur jep një përgjegjësi, kur kërkon nga dikush diçka, nuk e bën për kot. Mirë, po e bën për një qëllim të caktuar, për një objektiv të caktuar, kërkon nga dikush diçka për një dobi të caktuar dhe kështu me radhë. Dhe nuk ka mundësi Allahu subhanahu wa taala me dërgu pejgamber, me ndihmu këtij pejgamber, me zbrit libra dhe kështu me radhë, dhe thjesht këto të jenë për pra mos të kenë objektiva këto ajete që Allahu subhanahu wa taala. Jo rastisht Allah thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal", po ta kishin zbrit këtë Kur'an në mal, la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyatillah. Ta kishe pa këtë mal pra khashian, i frikësuar min khashyatillah. Pra Kurani të nderuar vëllezër dhe motra ka objektive dhe ka qëllime. Dhe ne inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim sonte për disa objektiva kryesore që i ka Kurani dhe si duhet besimtari me ju qas Kur'anit sipas metodologjisë profetike apo të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Autori thot, kur e fillon këtë kapitull, thot nuk ka dyshim, thot se sot në botë ka shumë, thot, halakate me xhlise ku mësohet Kur'ani përmendsh. Dhe thot kjo, thot, është gjë e kërkuar, thot, për memorizimi i Kur'anit. Dhe thot është shumë e rëndësishme, mirë po thot përveç mësimit të Kur'anit përmendsh, thot duhet me jashtu edhe këtë kapitull pra përveç hifzit, si të qasim i Kur'anit që Kur'ani të ketë ndikim në jetën tonë. Kur e shpyet Aisha radiallahu anha për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Quran. Pra morali i pejgamberit ishte Kur'ani. Pra ishte Kur'an që ecën në tokë. Pra hifzi të mësuarit të Kur'anit është objektiv, është qëllim, duhet e kërkuar, mirë po ma shumë se sa kjo është edhe të punuarit dhe lidhja me Kur'anin si do të vi në vijë. Fillimisht thot Allahu subhanahu wa taala një prej objektivave kryesore të Kur'anit, kur e përshkruan Kur'anin, çka thot? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ky libër, pra, këtë libër thot ta kemi zbritur ty mubarak, është i bekuar, liyadabbaru ayati, që të meditojnë mbi ajetet e tij, wal yatadhakkara ulul albab, dhe që të marrin mësim ata që kanë mendje. Pra, Allahu subhanahu wa taala na tregon se ky libër, përmes këtij ajeti, Kur'ani është libër i bekum. Dhe nuk ka dyshim se Kur'ani është libër i bekum. Mirë po thot, prej arsyeve të zbritjes së këtij libri të bekuar është i para është meditimi. Pastaj thot është të marrurit mësim. Që do me thonë, i ka dy objektiva kryesore që nxirren nga ky ajet. E para është me meditu, edhe e dyta është me marrë mësim dhe këshill. Pra, të marrurit mësim dhe këshill nga Kur'ani duhet me kalu përmes meditimit, pra përmes derës së meditimit. Fillimisht Allahu subhanahu wa taala na obligon që të meditojmë në ajete, pastaj si rezultat i meditimit thot wal yatadhakkaru, edhe që të marrin këshilla ulul albab, njerëzit
e mendjes. Do të nalim shkurtimisht në një pikë të rëndësishme, dua ta potencoj të çështja Allahu subhanahu wa taala shumë herën flet ulul albab, të zotit e mendjes, ata që logjikojnë, a nuk logjikoni dhe kështu me radhë. Kjo ta jep të kuptoj se Islami dhe kjo fe nuk vjen në kundërshtim me logjikën. Dhe Islam dhe me logjika është çështje kryesore që ja mundson njeriu ta kuptojnë fen. Ibn Taymije, një nga dietarët e mëdhenj të Islamit, e ka një libër ku thot Darr ta'arud al-aql wa naql, refuzimi i kundërshtimit mes arsyes, logjikës dhe shpalljes. Dhe ky dietar sjell mbi 40 shembuj se logjika shëndosht nuk e kundërshton, apo shpallja e vërtet nuk e kundërshton logjikën e shëndosht. Pra, Islami nuk ka ardhur në atë që e kundërshton logjikën. Mirë po ka mundësi se logjika njeriut është ndërtuar si rezultat i shqisave, për shembull, shqisat e ndëgjimit, shikimit, shijes dhe kështu me radhë. Shqisat e njeriut janë të kufizuar dhe ka mundësi nuk mundet mi perceptu diçka. Mirë po nuk do me thonë se e kundërshton atë gjë. Pra nuk është Islami si fe tjera, siç është për shembull krishterizmi kur flet për Trinitetin. Edhe 1 edhe 3. Pra në Islam nuk ka mundësi me qenë edhe 1 edhe 3 në të njëjtën kohë. Në Islam nuk ka mundësi 1 plus 1 plus 1 plus 1 me bë 1. Pra sepse kjo është në kundërshtim me logjikën. Ka mundësi në Islam, Allahu subhanahu wa taala na tregon për fuqinë e tij absolute që Allahu subhanahu wa taala në të njëjtën kohë ndëgjon çdo gjë që ka në planet dhe në kozmos. Ka mundësi logjika njeriu e mangët nuk mundet mi perceptu diçka, si ka mundësi kjo gjë. Mirë po themi ka mundësi, është një fuqi mbi natyrore absolute që mundet mi bë këtë gjë. Pra kjo ka mundësi logjika njeriu sepse është relative, mas mi kap këtë gjë, mas mi perceptu, mirë po kjo nuk do të thonë mi kundërshtu, mundet me ndodh kjo gjë. Nëse marrim një shembull para 100 viteve, ti kishte fol logjikës njeriu se kanë me arrit bota deri këtë kohë ku është sot, ndoshta në atë kohë se kishte kap logjika. A do me thonë pse se kishte kap, pse se ka kap koha aja logjik para 100 viteve, sot mos nuk ka ndodhur ajo gjë, pra ka dallim. Mos mi kap logjika njeriu, sepse është relative dhe ka dallim i kundërshtu logjikën. Pra me qenë 1 plus 1 1, do të thonë kjo kundërshton logjikën se s'ka mundësi 1 me 1 me 1 me bë 1. Ama ka mundësi pra mos mi kap logjika se siç thash, mos mi perceptu logjika sepse logjika njeriu është e kufizuar si rezultat se shqisat për të cilën mendon njeriu, e përjeton njeriu, e shijon njeriu dhe kështu me radhë janë të kufizuara. Mu për këtë Allah subhanahu wa taala me 10 dhe 100 ajete kur thot a nuk mendoni, a nuk logjikoni, o zotët e mendjes dhe kështu me radhë, siç thot Ibn Taymije, logjika dhe sheriati është si çështja rrugës dhe dritave. As rruga nuk mundet pa drita, sepse nuk din njeriu ka ecën, mirë po edhe dritat pa rrugë nuk të bajnë dobi. Pra këto dyja janë paralel. Pra Allahu subhanahu wa taala e dha logjikën që njeriu ta kuptojnë shpalljen. Kjo është ajo që deshta të them se kur thot Allah që të marrin këshill, mendoni, logjikoni, është se Islami thjesht ka ardhur në atë çka e kap dhe nuk e kundërshton logjikën. Ajet tjetër ku thot Allahu wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir. Vërtet thot ne kemi bë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj a ka ndonjë që të marr këshill. Pra a ka ndokush që përkujton dhe mediton. Imam Tabariu wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr, dhe vërtet thot ne kemi bë të lehtë Kur'anin për përkujtim. Thot wa laqad sahalna al-Qur'an, e kemi bë Kur'anin të lehtë, e kemi lehtësuar Kur'anin. Bayannahu wa fassalnahu lidhikr, e kemi bërë të qartë dhe të ndarë për kapitull. Dietar thonë prej urtësive se Allahu subhanahu wa taala ka zbrit Kur'anin brenda 23 vjetë që ky Kur'an të jetë më i lehtë të kuptohet, më i lehtë të mësohet, më i lehtë të praktikohet, sepse të kishte zbrit se Allahu subhanahu wa taala ka mundësi të bëjë çdo gjë, ka mundë ta zbris edhe për një herë, mirë po 23 vite ka bërë zbritja e Kur'anit që të shoh dhe të praktikohet ky Kur'an në atë mes. Liman arada an yatadhakkar wa ya'tabir, për atë që dëshiron të kujtohet, të marrë mësim dhe të përfitojë këshill. Pra e kemi lehtësu që të marrë mësim. Pra
Të nderuar vëllezër dhe motra, këto dy ajete që i përmendëm, themi që qëllimi final i zbritjes së Kur'anit është që njerëzit të meditojnë rreth ajeteve dhe pastaj si rezultat i meditimit të marrin këshilla, të marrin mësime në jetën e tyre praktike. Që do të thotë se Kur'ani pra e zgjon njeriu nga pakujdesia, sepse ka shumë ajete që flasin për rrezikshmërinë që njeriu të jetë në gaflet. Kur'ani për shembull flet shumë për padrejtësinë. Kur'ani flet shumë për se Allahu subhanahu wa taala i ka shkatruar popujt më herët shkakur ashtu zullumi. Këto krejt pra janë gjëra që njeriu duhet me marrë mësim. Po ashtu të nderuar vëllezër, është një gjë interesant dhe me rëndësi në jetën tonë praktike, duhet ta kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala ka ligje që thirren sunen el ilahie, ka ligje universale në tokë, që do të thotë se ka kushte dhe ka pengesa. Kur plotësohen kushtet dhe largohen pengesat, zbritën ligji i Allahut në tokë. Dhe kjo ka ndodhur te gjithë popujt më herët dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thonë ligjet e Allahut në tokë? Do të thotë se Allahu subhanahu wa taala, nëse e dim rastin e shkatërimit të popullit të Lutit. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka shkatruar popullin e Lutit se ka qenë populli i Lutit. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala e ka shkatruar popullin e Lutit pasi ai popull i ka bë disa gjëra, i ka plotsu disa kushte dhe janë largu disa pengesa. Dhe kjo nuk veçohet vetëm me popullin e Lutit, po veçohet me çdo popull. Pra një popull që i plotson disa kushte dhe i largon disa pengesa, zbritën ndihma e Allahut, siç ka zbritur në luftën e Bedrit dhe në lufta tjera tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu, nëse i plotson disa kushte në të keqe dhe largohen disa pengesa, zbritën dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo është që na jep pra përmes ajeteve na jep të kuptojmë pra objektivat e Kur'anit, pra na jep të kuptojmë ligjet e Allahut në tokë dhe kështu me radhë. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot objektiv tjetër i Kur'anit, pra objektivi i parë, siç thamë, është meditimi, pastaj përmes meditimit me shku tek këshilla dhe të marrurit mësime. Tjetër thot Allahu subhanahu wa taala objektiv dhe qëllim tjetër i zbritjes së Kur'anit është innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Vërtet besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu u dridhen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu, dhe kur lexohen atyre ajetet e tij, zadatuhum imana, ushtohet besimi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Dhe një ajet tjetër i lidhur me këtë, pastaj do të ndalemi tek këto dy ajete. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Kur shpallet ndonjë sure, faminhum man yaqulu, ato njerëz hipokritët në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dojshin me shti dyshime dhe thanë, kujt prej jush do t'ja shtoj kjo sure besimin. Fa amma alladhina amanu fazadathum imana. Përsa u përket besimtarve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata wa hum yastabshirun, përgëzohen. Pra, këto dy ajete dhe ajete tjera tregojnë se prej objektiveve kryesore të Kur'anit është shtimi i besimit dhe shtimi i imanit. Pra çdo kush duhet munal me vetveten e vet dhe duhet me rishiku lidhjen e tij me Kur'anin. Nëse pas leximit të Kur'anit, ky Kur'an pra ndikon tek ky person, ky qasja e tij dhe objektivi i Kur'anit ka gjetë vend tek ky person. Momentin se pra me leximin e Kur'anit dhe kalojnë kohë, lexon Kur'an dhe fare nuk ndikon ky Kur'an tek ky person, qasja dhe objektivi tek ky person nuk ka arrit. Pra ka arsye. Për një arsye, ndër arsyet është edhe shtimi i besimit dhe shtimi i imanit. Momentin që ne lexojmë Kur'an, dhe lexojmë, mirë po nuk shtohet imani,
thjesht nuk është arrit objektivi dhe qëllimi për shka ka zbrit Kur'an. Pra duhet një rishikim. Si në jetën tonë praktike, nëse një njeri e merr mi kry një punë për një qëllim të caktuar, e ka kry punën mirë, po se ka arrit rezultatin, a llogaritet punas që ka pas sukses? Jo. Kështu është edhe Kur'ani. Një prej tyre është ngritja e besimit dhe imanit. E lexon dhe nuk shtohet besimi, pra duhet të rishikohet. Kur themi, pra të nderuar vëllezër, mos të kalojmë tek pika, të kthehemi pak te çështja edhe një pikë duhet ta potencoj te çështja e meditimit. Çka do të thonë meditim? Dietarët kanë pru disa definicione për meditimin dhe do t'i lexoj se janë shumë me rëndësi ta kuptojmë se Allah thot wal yadabbaru, të meditojnë. Çka është meditim? Është hapje e zemrës dhe e mendjes. Pra tadabbur kërkon që ta lexosh Kur'anin me një zemër të hapur dhe me mendje të përqendruar, duke i tejkaluar kufit e fjalëve për të arritur në thellësinë e kuptimit të tyre. Pra tadabbur nuk është thjesht një lexim, por është thjesht një lexim i thellë që hapet dhe ndikon tek zemra. Dhe kjo është momenti që njeriu arrin pra një lloj tadabburit, pra një lloj përsiatja apo meditimit, do të thotë që ka arrit. Çka arrin pastaj si rezultat i kësaj? Kuptimin e qëllimeve hyjnore. Pra e kupton se Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit ajetet e caktuara. Pra njeriu jeton me ta. Pra nuk meten thjesht lexim teorik, po thjesht përkthehet në jetën e tij praktike. Pra vepron konform Kur'anit. Kur është i gëzuar, e shef se si duhet me vepru. Kur është i hidhëruar, e shef se si duhet me vepru. I vjen një sprov, e shef si duhet me vepru. Pra thjesht jeta e tij është e lidhur me shpallje. Siç ka qenë e lidhur jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo shihet në moral, kjo shihet në lidhjen e tij me shoqëri, kjo shihet në lidhjen e tij me familje, kjo shihet në fjalorin e tij, kjo shihet në mërzinë e tij, kjo shihet në hidhrimin, në gëzimin edhe kështu me radhë. Pra kjo vjen si rezultat i meditimit. Pasi të meditom, vjen pra kuptimi i qëllimeve hyjnore, pra duke i lidhur ajetet me jetën tonë të përditshme, dhe kjo është qëllimi kryesor. Pastaj është lidhja shpirtërore, përsiatja apo tadabburi nuk është thjesht thot një akt intelektual, nuk është një libër që lexohet, libër historie, por një lidhje shpirtërore që na ndihmon ta ndjejmë praninë e Allahut dhe madhështinë e fjalëve të tij. Përveç kësaj, libra historisë njeriu e lexon dhe nalet aty. Kur'ani nuk është kështu mirë, po thot, është ftesa për veprim. E thret njeriu të veprojë. Pra, kërkon të shohim se si mund të zbatojmë mësimet e tij në jetën tonë dhe si të ndjekim udhëzimet e tij për të përmirësuar vetveten dhe shoqërinë. Pra, e kemi përmendur edhe ligjëratën e kaluar, arsye të nderuar vëllezër se besimtarët apo njerëzimi në përgjithësi duke jetuar në këto probleme është thjesht se janë largu nga hyjnoria. Janë largu nga të jetuarit me atë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Momentin që njeriu i merr ajetet dhe mediton rreth ajeteve, e kupton se do të ndryshojë çdo gjë në të mirë, dhe me Kur'an duke meditu arrihet edhe teskiyetun nefs, siç është e njohur pastrimi i shpirtit dhe i brendësisë, dhe ndërtimi i besimit, pra ndërtimin e besimit, pra meditimi mbi Kur'anin forcon besimin dhe arrit bindjen e njeriu për vërtetësinë e tij si fjalë e Allahut. Pra kjo thjesht janë dobit e meditimit të Kur'anit. Në jetën tonë praktike, nëse një njeri i urt e thot një fjalë, shumë njerëz e përdorin atë fjalë, trashëgohet ajo fjalë, ka thënë filani, kanë thënë të moç, domethënë të vjetrit dhe kështu me radhë. Mirë po, të nderuar vëllezër, si është puna, ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Pra, mbi 7 katë qej, e ka zbrit një ajet për një çështje të caktuar. Mirë po, njerëzit janë largu nga Kur'ani, prej tyre kanë marrë si libër historie, diçka ta shohim çka ka, çka thot Kur'ani, të tjerët e kanë marrë sa me kry obligimet dhe nuk gjejnë shumë vend në mesin tonë. Përndryshe, ky është ai Kur'an që kur e praktikun gjeneratat e para, pra
udhëheqën me rrezullin toksor. Pra ky Kur'an, ky Islam, kur e çliroi Omeri radiallahu anhu Kutsin, tha ne jemi popull që na ka ngrit Allahu me Islam, me Kur'an, me shpallje, me hynore. Fa mehma ibtaghayna al-izza bighayri yadhallana Allah. Kur çdo herë që kërkojshim të krenohemi me diçka tjetër përveç këtij Kur'an, thonta ne thot jemi nënçmu. Dhe sot besimtarët për fat keq nuk janë të nënçmuar vetëm si rezultat që e kanë lanë Kur'anin pas dore dhe nuk punojnë me te. Pra objektivi parë meditimi, pastaj përmes meditimit arrim tek të marrut mësim dhe këshill. Objektiv tjetër është që kur ta lexojmë Kur'anin, ky Kur'an me gjetë vend në brendsinë tonë dhe mushtu besimi, thjesht mos me qenë vetëm me kalu. Është interesant se Allahu subhanahu wa taala ka bë obligim surën Al-Fatiha ta lexojmë për çdo rekat. Si obligim ne e kryjm si për çdo rekat. Mirë po si ndjenjë shpirtërore, dietarët thonë që jo çdo herë duhet me pas të njëjtën përjetim, por çdo herë duhet me pas një përjetim më të mirë se sa rasti apo leximi i të kaluarës. Nuk ka mundësi një njeri me lexu një vjet El-Fatihan dhe thjesht ose apo një ajet të caktuar dhe thjesht kjo mos me reflektu tek ky person. Kur thot Allah innamal mu'minun, me të vërtet besimtarët. Në gjuhë arabe innama yufidul hasr, që thot, do të thonë e kufizon. Pra Allah thot me të vërtet besimtarët e vërtet kush janë? Janë vetëm një kategori, cilët që kur lexohet pra ajetet e Allahut subhanahu wa taala i shtohet besimi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Këto thot janë me të vërtet besimtarët e vërtet. Kush pra? Ata të cilët kur ne Allahu subhanahu wa taala i lexojmë ajetet tona, pra kur thot innamal mu'minuna, do të thonë lexojnë, thot ato thot i shtohet besimi. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaba. Allahu thot ka shpallur fjalën më të bukur Kur'anin. Pra fjala më e bukur është Kur'ani. Shpalljen nga Allahu subhanahu wa taala. Ahsan al-hadithi kitaba, në formë libri, mutashabihan, pjesët e të cilët i ngjason njëra tjetrës. Mathani taqsha'irru minhu julud. Prej tyre thot rënqethen lëkurat e atyre që i friksohen Zotit. Yakhshaw alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum. Pastaj qetësohen lëkurat dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu subhanahu wa taala. Dhalika hudallah. Ky është libri Allahu subhanahu wa taala, yahdi bihi man yasha. Në përmjet të cilët udhëzon këtë doj, wa man yudlilillah fama lahu min had, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje s'mund ta udhëzoj kush. Pra, ky ajet në mënyrë indirekte na tregon se besimtari i vërtet është ai i cili kur i lexon ajetet i shtohet devotshmëria, i dridhen lëkura, i dridhet zemra nga atë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Pra, nëse shohim e dim rastin e Fudel ibn Iyadit, një nga dietarët, pastaj është bën nga dietarët më të mëdhenj të Islamit, i kanë dëgju duke lexu Kur'an dhe ky Kur'an ka prek zemrën e tij, është shpendu dhe është bë dietar. Pra, ky qasja e tij ndaj Kur'anit ka gjetë vendin e duhur. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha për ata që besojnë që zemrat e tyre të përulen nga përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala, wa ma nazala min al-haq, dhe nga ajo që është shpallur prej të vërtetës, min qabl, wa la yakunu kal ladhina utul kitab min qabl, dhe mos të jenë si ata që u dha libri para tyre. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet na e dërgon një lloj kërcënimit që besimtari, muslimani nuk duhet me qenë si ato të cilët Allahu subhanahu wa taala ja dha librin, pra popujve para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po këta thot e lanë me një anë.
nuk u morën me atë libër. Fatala alehimul amad. Një kohë gjatë e lanë librin me një anë, pastaj faqasat qulubuhum, dhe u vrasësuan zemrat. Që do të thotë ai njeri që nuk e ka Kur'anin pjesë të jetës së tij të përditshme, zemra e tij vrasësohet. Momentin që zemra e tij bëhet e vrasht, ky person pra fillon dhe largohet dhe nuk mund ta dalloj pastaj të mirën dhe të keqen. Dhe jemi dëshmitar në jetën tonë praktike, ato njerëz që janë larg Kur'anit e shef që zemrat i kanë të vrashta dhe e shef që nuk kanë dobi nga ajetet që lexohen. Allahu na tregon dhe na tërheq vërejtjen, thot mos u bani si kjo, si ato që ishin para jush, e lanë Kur'anin me një anë, një kohë, pastaj u zgjat kjo kohë, e lanë pra librat e tyre me një anë, fatala alehimul amad, u bë kohë e gjatë, pastaj u vrasësuan zemrat, wa kathiru minhum fasiqun, e shumë prej tyre janë të pabindur dhe mëkatar. Pra, e përmendëm objektivin e dytë apo të tretë, është shtimi i besimit përmes këtyre ajeteve. Tjetër objektiv që është Kur'ani, pra inna fi hadha la balaghun li qaumin abidin. Me të vërtetë në këtë Kur'an ka mësime të mjaftueshme për atë që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Nëse kujtohet në ligjëratën e parë, pra edhe tash në fillim të ligjëratës e përmendme se Kur'ani është i mjaftueshëm. Pra Allah thot në këtë Kur'an ka mjaftueshmëri dhe është i vetë mjaftueshëm për atë njeri që don udhëzim. Pra nuk ka nevojë me lyp në ideologji tjera dhe me kërku zgjidhje. Allahu tregon në këtë Kur'an ke zgjidhje. Mirë, po vetëm është çështja duhesh me ditë si me ju qas asaj që të arrish deri tek zgjidhja. Pra thot Ibn Kathiri kur e shpjegon këtë ajet, thot në këtë Kur'an të cilin thot e kemi zbritur mbi robin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka një mësim dhe një përçim të mjaftueshëm, një udhëzim dhe një dobi për një popull adhurues që të adhurojnë Allahun duke ndjekur atë që ai ka ligjësuar e që ai e do dhe është i kënaqur prej tij. Pra, objektiv tjetër është që pra Kur'ani është i mjaftueshëm për besimtarin. Sepse momentin që njeriu mendon se Kur'ani nuk është i mjaftueshëm të nderuar vëllezër, këtu pastaj kjo e dobëson pra edhe bindjen dhe njeriu mundohet djathtas dhe majtas të kërkoj edhe zgjidhje tjera përveç Kur'anit dhe Allahu subhanahu wa taala këtë gjë e ndaloi dhe tha për zgjidhjen e gjërave të njeriu në këtë jetë, pra është Kur'ani i mjaftueshëm, sepse momentin që ne kërkojmë edhe zgjidhje tjera pra jashtë Kur'anit në për ideologji të ndryshme, atëherë këto janë të rrezikshme sepse ato mund ta cenojnë besimin ton. Objektiv tjetër, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Objektiv tjetër të nderuar vëllezër apo qëllim tjetër që ka Kur'ani është se udhëzon në atë që është më e mira. Çka kuptohet nga ky ajet? E kuptom se gjatë udhëtimit të njeriut në këtë botë do t'i paraqiten edhe thirrje tjera me të ngjyrosura me ngjyra të ndryshme me pretekstin se udhëzojnë në të mirë. Ligje, sisteme, teori të ndryshme dhe kështu me radhë. Allahu me këtë ajet, pra më veç me një ajet, i rrëzon këto të gjitha teoritë dhe thot është fakt se ka mundësi dikush do të thrasë se kjo është e mirë, vjen një sistem të 20-30 vjet, vjen për shembull sistemi komunist 30-40 vite, bie sistemi komunist. Ato që e kanë jetuar sistem thonë ka qenë mirë, disa thonë ka qenë keq. Vjen ai sekularisti disa kohë, ishte i mirë, sa është i mirë. Vjen demokracia, dikush është e mirë, dikush thotë nuk është e mirë se i kanë dhënë drejta edhe njerëzve që si takojnë. Domethënë, për gjithë 30-40 vite bëjnë eksperimente me sisteme të ndryshme. Mirë po, rrezikshmëria është se jeta besimtarit apo jeta e njeriu në përgjithësi është një. Nuk ka mundësi me bë eksperimente. Po provo mirë komunizmin ja 30-40 vite. Ka disa gjëra që për shembull prej arsyeve kryesore pse ka ra komunizmi të nderuar vëllezër është se komunizmi ka dashur me kufizu atë gjën që Allahu subhanahu wa taala e ka vënë në brendsinë e njeriu. Pra, brendësia e njeriu është që e don pasurinë.
Tash ti vjen edhe ta kufizon atë gjë që je i krijuar për mi dashur atë gjë. Dhe kjo me kalimin e kohës nuk mundet mi përballu. Vjen pastaj kapitalizmi, pastaj vjen me bashku mes kapitalizmit dhe socializmit, pastaj vjen pak edhe demokraci. Do të thonë gjithë këto janë sisteme që mundohen dhe thonë t'i japim zgjidhje njerëzimit. Mirë po Allah subhanahu wa taala na tregon me një ajet në thotë, këto zgjidhje që pretendojnë njerëz, Kurani thotë është më i miri dhe thret pra në atë më të mirën se sa gjithë këto sisteme që pretendojnë njerëz se janë të mirë. Pra një ajet tregon se besimtari muslimani këtë botë nuk ka hapësirë për me bë eksperimente me dalë prej një sistemi në sistem, mu për këtë është mrekulli se që 1437 vite nuk ka ndryshu asgjë. Njaj shariat, njaj islam dhe kështu me radhë. Për ndryshe, nëse marrim fe tjera dhe sisteme tjera, i shohim që ndryshojnë, sepse janë të mangëta. Arsyeja të nderuar vëllezër është se Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi njeriu e krijoi prej trupit edhe shpirtit. Sistemet e njerëzimit i kanë dhënë rëndësi vetëm anës trupit dhe kanë vu ligje ma shumë për trupin, sepse nuk ka dituri për shpirtin, ndërsa Allahu subhanahu wa taala kur e zbriti islamin, e zbriti që t'i jap hakun trupit dhe t'i jap hakun shpirtit. Dhe kjo shkan paralel deri në ditën e Kiametit, nuk ka mundësi me ndru sepse ja kanë dhënë hakun dy komponenteve ose dy elementeve në të cilën është i krijuar njeriu. Momenti që ne kufizohemi vetëm te çështja e trupit, e shohim që nuk është pra e mjaftueshme. Po ashtu Allah subhanahu wa taala kur flet për Kur'anin, shka thot qul uhiya ilayya annahu istama nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jo vetëm për njerëzit, po ky Kur'an objektiv është që të udhëzohen edhe xhindët. Për atë thanë xhindët, thuaj o Muhammed, mua më shpallur se disa prej xhindëve kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë thënë me të vërtet kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd, udhëzon në të drejtë. Fa amanna bih, dhe kemi besuar në të, wala nushrika bi rabbina ahada, prandaj kursesi më nuk do të shoqërojmë askën Zotit ton. Pra tregon objektivin që është udhëzimi me Kur'an dhe jo vetëm tek njerëzit, po edhe tek xhinët. Wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni, Allah subhanahu wa taala kur tregon për xhinët thotë ne të dërgojmë një grup xhindësh për të dëgjuar Kur'anin. Yastami'una al-Qur'an falama hadaruhu qalu ansitu, kur erdhën i tha njëri tjetrit heshtni. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, dhe kur përfundoi leximi i Kur'anit, ata u kthyen tek populli i tyre si këshillues. Pra, objektiv tjetër është, siç thash, pra jo vetëm për njerëzit, por edhe për xhinët, se edhe ato janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Ato thanë ya qaumana, o populli ynë, inna sami'na kitaban, ne thot e ndëgjuam një libër, unzila min ba'di Musa, që është shpallur pas Musait, musaddiqan lima bayna yaday, i cili vërteton shpalljet para tij, yahdi ila al-haq, udhëzon nga vërteta, wa ila tariqin mustaqim, dhe në rrugë të drejtë. Pra, min ba'di Musa, pas Musait, mirë po thjesht e vërteton atë çka ka ardhur Musai. Pra dallimi i Islamit nga fe tjera është se ne i besojmë të gjithë pejgambert dhe nuk bëjmë dallim nga asnjë, thjesht është një vërtetim i atij pejgamber çka ka qenë para atij. Thot Allahu subhanahu wa taala: Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bëhu një njerëz të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Zotit për shkak të asaj që keni mësuar nga libri dhe asaj që keni studiuar. Rabbani, njeri i devotshëm. Bima kuntum tuallimuna al-kitaba, që e mësuat librin, wa bima kuntum tadrusun. Kur nëse e marrim pra ajetin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, e shohim se dietarët komentatorët e Kur'anit në lidhje me këtë ajet thonë që e mësojnë pra jo vetëm thjesht Kur'anin, por e mësojnë edhe dispozitat dhe lidhjen
mundohen të bajnë lidhjen e njeriut me Kur'anin. Kjo është bima kuntum tuallimu kunu rabbanin, bëhuni njerëz të përkushtuar, njerëz të devotshëm, bima kuntum tuallimun el kitab, si rezultat që e keni mësu këtë libër, wa bima kuntum tadrusun, dhe ja keni mësu tjerëve librin, dispozitat dhe lidhjen e njeriut me Kur'anin. Pra objektiv tjetër, si thash, është që njeriu me këtë Kur'an pra t'ja mësoj edhe njerëzve rrugën e drejtë. Dhe mos mu mjaftu vetëm për vete. Mirë po që ta mësoj njeriu njerëzve pra rrugën e drejtë, Allah thot, kunu rabbanin, bëhu njerëz fillimisht të përkushtuar për vetet tuaja. Pastaj vazhdoni dhe mësojeni të tjerët këtë libër. Dhe objektiv tjetër është fela tuti el kafirin, mos i dëgjo mohuesit, wa jahid hum bihi jihadan kabira, dhe luftoj me këtë Kur'an, pra duke u tregu të qartën, pra duke u bë të vërtetën, pra të qartë për hapjen e vërtetës dhe ndihmimin e përkrahësve të vërtetës, dhe duke refuzuar dhe azgjësuar dëshime që i paraqesin idhtarët e të kotës. Pra objektiv tjetër që ka zbrit ky Kur'an të nderuar vëllezër është që me ja bë njerëzve të qartë të vërtetën. Përmes ajeteve normal, me urtësi, me hikmet, mirë po duke ja bë të qartë të vërtetën. Dhe tjetra është duke refuzuar dhe azgjësuar dyshime që i paraqesin ndjekësit e të kotës. Pra objektiv, ndër objektivat dhe qëllimet më fisnike dhe më kryesore të Kur'anit, Allah subhanahu wa taala thot: "Fala tutil kafirin", mos i paso dhe mos i nënshtro jo besimtarët, wa jahidhum, pra bërja të qartë, duke jepje mundin maksimum, përpjekjen maksimale që ta bash të qartë të vërtetën përmes këtij Kur'an, dhe duke përhap të vërtetën dhe duke e refuzu, duke azgjësu, duke e bërë të qartë njëkohësisht edhe të pa vërtetën. Këto janë 9 ajete, mos gaboj, që flasin për objektivat e Kur'anit. Pra, inna anzalna hadha al-Quran, pra kur themi që e kemi zbrit këtë Kur'an të nderuar vëllezër, nuk e kemi zbrit që të vendoset në rafte. Mirë po ka objektiva shumë të mëdhaja që njeriu duhet mi marr, me meditu, me reflektu dhe me gjetë vend në mesin e tij. Unë i kam përgatit edhe 5 hadithe që flasin se si besimtari duhet me ju qas Kur'anit përmes metodologjisë profetike. Mirë po si duket, koha nuk na premton, tash nuk e di sa minute janë ba. Atëheran e lam pra ligjëratën tjetër që të flasim për... Edhe sa minuta ka të njësi? A mundeni të vazhdojmë edhe 15 minuta? Nëse ta kry, a mundeni me basabër edhe 15 minuta? Atëherë po i përmend edhe 4 hadithe se si janë qas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Omeri, kemi jetuar kohë të gjatë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur njëri prej nesh thot mësohej me besimin para Kur'anit. Një sure zbriste mbi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ne mësonim çfarë ishte halali dhe harami, urdhrat dhe ndalesat, si dhe ato që duaj të ndaleshim tek ato. Pastaj thot pash njerëz që mësonin Kur'anin para besimit, lexonin nga fillimi deri në fund, por nuk dinin çfarë urdhëronte apo ndalonte dhe as çfarë duhej të ndaleshin tek ai. Ata thot e shpërndanin atë si hurmat e ulëta. Pra, Abdullah ibn Omeri tu tregon 2 kohra që i ka jetu ai vetë. Në kohën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zbrite një ajet, u ndalshim atë ajet. E shifshim se çka kërkohet nga ai ajet halali, harami. Çka kërkohet nga ajet që të veprom. Pastaj thot, kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ndru pa ky koncept dhe e shpeshtoheshin thon mësimin e Kur'anit. Pra kjo është duke tregu në kohën e tyre vallë si është puna në kohën tonë.
Po ashtu Abdullah ibn Mas'udi thot kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan. Ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishim të ri. Ishim të ri e shoqëronim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Fillimisht e mësojshim besimin. Pastaj thot e mësojshim Kur'anin, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. E mësojshim Kur'anin që ta shtojmë imanin. Pra një herën e mësojshim besimin. Pra nuk ulshojshim shumë thonte me mësu thonte Kur'an, pa e gjet një herën dhe pa e praktiku atë Kur'an në vetvetet tona. Pastaj thot e mësojshim një besimin, bindjen dhe kështu me radh, pastaj thonte me Kur'an thot e shtojshim këtë bindje. Pra siç është ajeti që e lexuam innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Vërtet besimtar janë ata të cilëve kur përmendet Allahu u dridhen zemrat e tyre, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana, dhe kur u lexon ajetet e tij u shtohet besimi. Dhe hadithi i tretë, këtë hadith besoj gjithë e kemi ndëgju, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam majtama qaum fi beiti min buyutillah, nuk mblidhet disa njerëz, nuk mblidhen pra një grup njerëzish në një shtëpi prej shtëpive të Allahut subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, duke lexuar librin e Allahut dhe duke yatadarasuna bainahum, duke e studiuar atë mes tyre. Pra fillimisht, pra nuk duhet mu mjaftu njeriu vetëm me lexu Kur'anin, thot pejgamberi yatluna kitab Allah, pra e lexojnë librin e Allahut, mirë po wa yatadarasuna bainahum, dhe nxjerrin dobi dhe e studiojnë mes tyre. Yatadarasuna bainahum illa nazalat alehim sakina, përveç se mbita, e lutim Allah subhanahu wa taala dhe ky mejlis të jetë nga ato, zbret thot qetësia, wa ghashiyatuhumur rahma, i kaplon mëshira, wa haffathumul malaika, i rrethojnë malaikët, wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe Allahu subhanahu wa taala i përmend tek ai. Pra mejlise ku përmendet Allahu, ku flitet për Kur'an, ku lexohet Kur'ani dhe kështu me radh, është si rezultat, pra vjen ky shpërblim. Dhe një hadith për fund, pra që dhe ta përfundojmë këtë ligjërat, është një hadith shumë i rëndësishëm të nderuar vëllezër. Fakt janë dy hadithe. Imam Maliku në librin e tij Muwatta, libri Muwatta është prej librave të para në hadith. Dhe ky dietar i madh e ka bërë një kapitull bab ma jaa fil Quran, kapitulli ku flet për vlerën e Kur'anit. Dhe aty pron shumë hadithe që flasin për vlerën e Kur'anit. Mirë po është interesant, i pron dy hadithe njëra pas tjetrës. Dhe çfarë hadithe shpron? E pron parën, e pron rastin e Ibn Omerit, thot makatha ala surati al-Baqara 8 sinin yata'allamuha. Ibn Omeri, pra këtë transmetim nga se Ibn Omeri 8 vite është nal duke mësu, duke meditu, duke nxjerr dobi prej surës Baqara. Pra 8 vite. Pas këtij e paston me një hadith tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim. Do të vinë, thot, do të dalin në mesin tuaj njerëz, para të cilëve thot do t'i përçmoni dhe do ta nënçmoni, thot, namazin e tuaj karshi namazit të tyre. Siyamekum ma siyamihim, agjërimin e tyre me agjërimin e juaj me agjërimin e tyre, au a'malakum ma a'malihim, a'malakum, pra veprat e tuaja me veprat e tyre, yaqra'una al-Qur'an, do ta lexojnë Kur'anin, wala yujawizu hanajirahum, do ta lexojnë Kur'anin, mirë po nuk do t'i depërtojnë dhe nuk do t'ia kalojnë fytet e tyre, yamrukuna min ad-dini kama yamruku sahmu min ar-ramiya, do dalin nga feja ashtu siç del pra shigjeta nga vendi i vet. Pra e pron rastin Ibn Omerit, rastin e Omerit radiallahu anhu që i ka marr 8 vite, që i ka marr 8 vite për mi mësu surën Baqara. Dhe e pron një kategori tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa njerëz që do ta lexojnë Kur'anin. Mirë po Kur'ani nuk do të depërtojnë në mbrëmsinë e tyre. Hadithi të nderuar vëllezër është shumë i frikshëm. Nuk ka hadith që kalon kaq lehtë.
dhe jemi dëshmitar të këtyre gjërave. Pra, do të vijë një kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të ketë një grup nga njerëzit që do të falen, do të agjerojnë. Jo veç se do të falen dhe do të agjerojnë. Mirë po, kur e shikon namazin e tij, agjerimin e tij dhe leximin e Kur'anit, thot ti dukesh se si e duke vepru askur gjë. Pra aq do të duken të devotshëm, aq do të duken të sinqert dhe aq do të duken kështu me radhë, thot që ti thot ti jahkir. Në gjuhë arabe jahkir dhe me thonë e nënçmon që thot ti si e duke vepru asgjë. Krahasim me këta. Mirë po thot jem rikune minet din, do të dalin nga feja ashtu siç del shigjeta nga vendi i saj. Çka do të thotë nderuar vëllezër? Kjo do të thotë se qasja pra Kurani nuk ka depërtu në mbretësinë e tyre. Kjo është me thënë është shumë hadith i frikshëm që njeriu pra çdo ajet që e merr, çdo herë që lexon Kur'an dhe kështu me radhë, duhet mu ndal me veten e vet dhe me thënë ky Kur'an, ky lexim që e bana a ndikoi në mbretësinë time. Pasi e lexova këtë Kur'an, a u përmirësu morali im, a u përmirësu marrëdhënia ime me njerëzit, a u përmirësu fjalori im, a u përmirësu gjendja ime me Allahun subhanahu wa taala dhe kështu me radhë. Sepse ai njeri që e lexon Kur'anin, mirë po e bën halal gjakun dhe nderin e besimtarit. Ky Kur'an nuk depërtoj, sepse Allahu subhanahu wa taala thot, kush e mbyt një njeri është si me mbyt të gjithë botën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la zawalul Ka'be, thot prishja e Ka'bes ahwanu inda Allah, është më lehtë tek Allahu se sa mbytja një besimtarit. Pra, ti sa dush lexo Kur'an, mirë po derisa tek ti është ky problem që e bën halal gjakun dhe nderin dhe kështu me radhë të besimtarit, hyn në këtë kategori që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai person pra që Allah na ruaj, thot nuk do t'i depërtoj Kur'ani në zemrat e tyre. Dhe për fund e lexon fjalën e këtij autor që e përmbyll këtë kapitull dhe ma bani halal për zgjatjen, nuk e mendova se do të zgjatet kaq shumë, thot është fakt, thot se ne jetojmë në një kohë që nuk është lehtë realizimi i këtyre objektiveve në mesin e muslimanëve. Ky duke ditë në kohën dominimi materializmi dhe kështu me radhë, thot e di, thot jetojmë në një kohë shumë të vështirë, që është vështirë këto gjëra që i thamë mi praktiku. Mirë po thot, ajo që kërkohet nga ne është ndryshim rrënjësor ndaj qasjes së Kur'anit. Dhe nëse ndodhen, thot, ndryshimi rrënjësor, ajo që buron nga ai ndryshim buron mirë, sepse rrënjët i ka të mira. Thot edhe pse thot e kemi të vështirë këtë gjë, shkak sepse nuk kemi, thot, ndihmues që na ndihmojnë, faktor të jashtëm dhe të brendshëm që na lehtësojnë qasjen në këtë mënyrë ndaj Kur'anit, thot duhet njeriu me bë përpjekjen maksimale, pra dhe të mundohet që të qaset Kur'anit, sepse siç thashë nderuar vëllezër, ky Kur'an është mrekullia më e madhe që Allahu subhanahu wa taala i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U ça hana dhe ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë mrekulli. Allahu subhanahu wa taala nuk i sfidoi me ato mrekulli, por i sfidoi me Kur'an, që do të thotë Kur'ani është mrekulli e përhershme deri në ditën e Kiametit, që do të thotë nderuar vëllezër, ky Kur'an, kjo fjalë e Allahut subhanahu wa taala don qasje të veçantë. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato që i qasemi Kur'anit. Kur'ani gjen vend në jetën tonë të përditshme. Allahu subhanahu wa taala lutim që të na stolis me moral të Kur'anit. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.